Prishja e veprave publike dhe tjetërsimi i tyre ka qenë një nga problematikat që ka shoqëruar Shqipërinë gjatë 35 viteve të tranzicionit. Këtij fenomeni nuk i ka shpëtuar as qyteti i Elbasanit, aty ku dikur ndodhej kinema 11 nëntori, e njohur më vonë si Millennium, rreth vitit 2016, godina u prish dhe në të njëjtin truall nisi ndërtimi i një pallati shumë katësh. Sot qytetarët shprehen të keqardhur që një qytet me histori dhe traditë kulturore si Elbasani nuk ka asnjë kinema funksionale, ndonse dikur ka pasur 3 të tilla, pohojnë se përpiqen të frekuentojnë teatrin Skampa, si vetmi institucion kulturor që vazhdon të promovojë artin dhe kulturën në qytet. Tito, për Brizin e Ri, si ishim edukuan dhe këto sot, që janë shkëput vetëm ke interneti. Si mund ta konsiderojmë një qytet pa kinema? Si vdekur në qytet. Se në kohën tuaj frekuentohej? Shumë. Ne s'kishim për të shkonim, banim i gjiro në bulevard dhe shkoshim pasaj shifshim në një film. Ose teatr. Duhet ta ketë, më si s'do ta ketë. Kështu që kanë nevojë për artim, ka për çdo gjë ka nevojë. Jo për kinema, për çdo gjë. Kjo ka qenë një kohë sa më në 40-50 vjet, kështu që duhet të ketë. Po të fillojmë se kodrin ja, Leopoldozi do vina dhe në kinema. Edhe kështu që aktorëmi dhe kesha kënaqësi. Kur ka zhvillim, ka filma, ka gjëra, ka artim normal, është normale për hobin. Ju do të gjitha. Ju do zgjedhni kineman apo teatrin? Unë të dy e pëlqej. Po më shumë ke kinema do isha shumë. Ndërkohë drejtori i përgjithshëm i kulturës dhe sportit në Bashkinë Elbasan Artin Kovaçi pranon nevojën që qyteti ka për një kinema. Zoti Kovaçi thekson se aktualisht nuk ekziston një projekt konkret për rikthimin e një kinemaje të mirëfillt në qytet, duke renditur edhe disa nga arsyet. Ndër vite ne diskutojmë këtë punë, aq më tepër me drejtorin aktual të Qendrës Artit. Kemi kohë që diskutojmë këtë punë. Është një deficit i madh që është krijuar në qytetin e Elbasanit. Dhe ky bashkëbisedim gjithmonë vazhdon dhe me kryetarin e bashkisë. Dëshira është shumë e madhe për ta bërë këtë punë. Faktikisht projekt realisht nuk ka. Ne do mundohemi të përshtatim gjithkohën, sidomos në kohën e verës dhe të pranverës, që mund të ketë aktivitete që quhen kinema verore. Një planifikim është nga Qendra e Artit dhe kjo do të vazhdojë. Kurse planifikim të mirëfillt për këtë punë akoma ja. Edhe pse prej gati një dekade kinemaja nuk ekziston më si objekt, ajo vjen të mbetet një pikë referimi për qytetin. Sot bizneset e ngritura në truallin ku dikur ndodhej kinemaja reklamojnë aktivitetin e tyre duke përdorur ende si adresë tok fjalëshin ish kinemaja e Elbasanit,